Nëse keni fryrje barku pasi keni ngrënë, ja çfarë duhet të pini. Fryrja e barkut është një ndjesi vërtet e tmerrshme në një kohë kur do të dukesh sa më e dobët. Barku të tregon sikur ke edhe 5 kg më shumë. Gjithmonë mbani mend se ne jemi çfarë ham dhe trupi reagon në mënyra të ndryshme në varësi nga ushqimet që fut në të. Por cila është pija që duhet të pini gjithmonë sa herë që ju keni fryrje barku? Është çaji i xhinxherit. Xhinxheri është i mrekullueshëm për të eliminuar fryrjen. Studimet kanë treguar se ky lloj çaji ndihmon në bllokimin e enzimave dhe gjeneve që i shkaktojnë trupit inflamacion. Çaji i xhinxherit është gjithashtu i njohur për qetësimin e problemeve të ndryshme shëndetësore, si edhe dhimbjet apo probleme të ndryshme të irritimit të zorrëve. Çaji i xhinxherit është i shkëlqyer për t'ju shtuar dietës, sidomos nëse fryrjet i barkut i ke kronike.